يقول حفظكم الله: هل الرد على المخالفين والمنحرفين سبب لتفريق الأمة؟ وهل نترك بيان خطأ المخطئ حفاظا على جمع الكلمة؟ Pra pyetja është, Allahu i ruajt, a është refuzimi dhe kundërpërgjigja ose ndaj kundërshtarëve dhe të devijuarve, a është kjo shkak për përçarjen e umetit? Dhe a duhet ta lëmë mos e sqarojmë gabimin e gabimtarit që ta ruajmë bashkimin? نحن مأمورون بالاجتماع ولسنا مأمورين بالتجميع. الفرق أن الاجتماع يكون على الحق، على الكتاب والسنة، أما التجميع يكون على الحق وعلى الباطل. الهدف هو جمع الناس، وليس الهدف جمع الناس، الهدف جمع الناس على الحق والكتاب والسنة وهدايتهم إلى الطريق الصحيح. هذا هو المطلوب. Ne jemi të urdhëruar, Allahu na ka urdhëruar që të jemi të bashkuar dhe nuk jemi të urdhëruar që të grumbullohemi. Do të thënë, jemi të urdhëruar të bashkohemi dhe jo vetëm të grumbullohemi. Dhe kjo ka dallim mes këtyre, sepse bashkimi bëhet në të vërtetën, kurse grumbullimi bëhet duke i mbledhur njerëzit edhe të udhëzuar, edhe të devijuar, edhe të mirë, edhe të këqij. أهل السنة هم أحرص الناس على الاجتماع، لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال شعار أهل السنة الجماعة، شعار أهل البدع الفرقة. Njerëzit e sunetit, pasuesit e sunetit, janë njerëzit që më së shumti e duan bashkimin. Edhe prandaj ka thënë Sheikhul Islam ibn Taymija, shenja e ehli sunetit është xhamaa, domethënë bashkimi, kurse shenja dhe simboli i njerëzve të bidatit është përçarja. لذلك أهل السنة لما يحذرون من البدع وأهلها هم يحذرون من أعظم أسباب الفرقة وافتراق الناس عن الحق والكتاب والسنة، فهم أصلا في تحذيرهم دعاة اجتماع وليسوا دعاة تفريق. Kur njerëzit e sunetit i refuzojnë gabimet dhe shtrembërimet e njerëzve, kjo është shkaku më i madh për bashkimin e muslimanëve. Do thotë që mos ndodh bidati dhe kjo shkakton përçarje. Prandaj ata të cilët paralajmërojnë kundër gabimeve janë thirrës për bashkim, nuk janë thirrës për përçarje. وأما التفريق بين الحق والباطل هذا أمر مطلوب شرعي. القرآن من أسمائه ماذا؟ فرقان، نفرق بين الحق والباطل. غزوة بدر من أسمائها الفرقان، أنها فرقت بين الشرك والكفر والإسلام. Dhe kurse ndarja mes të vërtetës dhe të pavërtetës është e kërkuar dhe jemi të urdhëruar që ta bëjmë. Edhe përndryshe Kurani quhet me këtë emër Furqan, që do të thonë ndarës, që e ndan të vërtetën nga e pavërteta. Dhe lufta e Bedrit është quajtur lufta e ndarjes, e Furqanit, do të thonë ka dalluar dhe ka ndarë kufrin prej Islamit. جاء في حديث جابر في البخاري الملائكة لما قالت ومحمد فرق بين الناس، في لفظ محمد فرق بين الناس، أي فرق بين الحق والباطل. Gjithashtu në hadith sahih është transmetuar se me lajket kanë thënë Muhamedi është ndarës mes njerëzve, ose tjetër lexim do të thonë i kanë ndarë njerëzit, pra e kanë ndarë të vërtetën nga e pavërteta. فأهل البدع هم الذين يفرقون بين الناس وليس أهل السنة، والذي يقول لا تحذر من أهل البدع هذا الذي يريدون، هو نشر البدع ونشر الابتداع، ظهور أهل البدع. Pra njerëz të bidatit janë ata që i përçojnë muslimanët, nuk janë njerëz të sunetit. Dhe ata që thonë hesht për bidatin, domethënë ata duan që të vazhdojë përçarja e muslimanëve dhe nuk e duan bashkimin. وهذه العبارة قديمة موجودة من أيام السلف، هم يقولون اتركوا الكلام الناس، لا تحذروا، لا تفرقوا المسلمين. قديم جاء في أثر عن أرطاة عن عقبة بن علقمة أنه جاء إلى أرطاة بن المنذر.
Ky dyshim, domethënë ky që hidhet që nga kohët e hershme, nuk është diçka e re. Domethënë është thënë edhe në kohën e selefëve. Ka ardhur Uqbe ibn Alqama te Arta dhe i ka thënë: جاء إلى أرطاة بن المنذر فقال له هناك رجل يقول إذا ذكرنا أهل البدع يقول دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. Ka ardhur pra ky njeri te Arta ibn Mundhir dhe i ka thonë, ka një njeri që kur flasin për bidatxhit thot mos na i përmendni ato, lenani, domethënë mos i përmendni bidatxhit. فقال أرطاة هو منهم لا يلبس عليكم أمر دينهم. Ai ka atëherë është përgjigjur, ka thënë ky njeri është prej tyre, mos ju mashtroj në fe. فقال علقمة وقع في نفسه هذا الجواب يعني جواب شديد كيف يكون منهم. Atëherë ky Alqama ka thënë kjo përgjigje më duk shumë e rëndë. Domethënë si ka mundësi që ai të jetë prej bidatxhive. يقول فذهبت إلى الأوزاعي وكان كشافا لمثل هذه الأمور إذا جاءت يعني خبير في السنة. Pastaj shkova te Auzaiu dhe ka qenë njeri që i ka detektuar dhe i ka zbuluar domethënë këto dyshime. Domethënë ka qenë shumë që ka qenë specializuar për njohjen e bidatxhive. فقال رحمه الله القول ما قال أرطاة هو منهم لا يلبس عليكم أمر دينكم. Atëherë Auzai ka thënë, unë them ashtu siç ka thënë Artat, do të thënë ky njeri është prej bidatxhive, mos t'ju mashtroj në fe. وهكذا أثار السلف في هذا الباب كثيرة في أمرهم بالتحذير من أهل البدع وذكرهم بأسمائهم. هذا كله ليس فرقة بل هو دعوة إلى الاجتماع على الكتاب والسنة. Dhe fjalët e dietarëve të selefëve janë të shumta në domethënë për këtë çështje, për paralajmërim kundër bidateve. Dhe domethënë fjalë të shumta që tregojnë se paralajmërimi kundër gabimeve dhe bidateve nuk është përçarje mes muslimanëve.